është një vërtet shumë e madhe se neve na kanë programu me diçka çka ne nuk I kemi kushtu rëndësi moç programu, derisa dëgjoni ligjërata nga njerëz që edhe kafshët I ndajnë me kushtimisht me identitet religios. Se dikush e shen në shpinë e tij ndonjë gjarpër, le t'i jep afat gjarprit sa ditë, 3 ditë, nëse është prej gjinëve musliman, se gjini ka mundësi me hi në krijesat të ndryshme, në këtë rast edhe në kafë. Të dëgjojsh në kohë sotit se gjarpri qenë ka musliman, dhe nëse nuk largohet brenda 3 ditëve gjarpri prej shtëpisë tënde nëse e sheh, atëra I gjarpri nuk qenë ka musliman dhe e ki obligim me mbyt. Këto ligjërata I ndëgjoni nga njerëz në emën të ndonjë besimi religios ose të sektit në vitin 2025.